Profeti alayhi salatu wassalam në një hadith thot, kur e pyetën thanë ai dërguari i Allahut, kush është vepra më e dashur i Zotit, ke Zoti? Kush është më e mirë tek Zoti? Tha profeti alayhi salatu wassalam, al-imanu billahi wa rasuli. Besosh Allahun dhe dërgumin e tij. Kjo është vepra më e madhe. Më pas e pyetën, tha, është të luftosh në rrugën e tyre. Pra, të sakrifikosh duke përhapur, duke i treguar këto vlera dhe duke kështu me radhë. Pra, besimi në Allah është themeli kryesor që e lidh njeriu me Zotin xhel xhelaluhu. Sepse ky lloj besimi prodhon dashurinë, respektin, frikën, shenjtërinë, madhërinë e kështu me radhë. Pra, kjo dashuri ose ky besim patjetër që e nxit njeriu që të kryejë ato që Zoti porosit dhe të largohet prej atyre që Zoti ndalon, me qëllim që të fitojë dynjan dhe ahiretin. Tu është qëllimi i besimit në Zot. Prandaj vëllezër, profeti alayhi salatu wasalam, pra Allahu dhe i dërguari i tij na ka informuar neve që besimi në Zot patjetër që duhet të jetë mbi bazën e bindjes, dhe bindja nuk vjen thjesht unë besova, po bindja vjen mbi faktin ose mbi bazën e të faktuarës, e argumentit. Prandaj dhe Zoti xhel xhelaluhu kur i tregon njerëzve për të besuar në Zot, i tregon atyre nëpërmjet logjikës, pra i qaset njerëzve nëpërmjet logjikës tyre. Thot Zoti në ajetin kuranor, me të vërtetë në qejt dhe në tokë ka shenja për ata që besojnë. Pra, duke pa qiellin dhe tokën mos mendo se erdhën rastisht. Nuk vjen asgjë rastisht në jetën e kësaj bote, kurrë. Prandaj dhe Zoti xhel xhelaluhu thot në të vërtetë në qejt dhe në tokë ka shenja për ata që besojnë. Pastaj vazhdon ajeti dhe thot, edhe në krijimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara nëpër tokë ka shenja për besimtarët e bindur. Pra njeriu po të shohë veten e tij, tu subhanallahu, dhe të shohë gjithë të kafshët që janë shërbim të njeriu, janë shenja që për njerëzit besimtar. Dhe vazhdon Allahu xhel xhelalu i qaset njerëzve duke i thërritur logjikës tyre, pra. Mos mendoj duke rënë viktime këtyre njerëzve ateistë të rëndom duke thënë se nuk ka besim, çdo gjë ka rastisht, jo nuk funksionon kështu. Dhe thot Zoti xhel xhelalu, edhe në ndërtimin, edhe në ndërrimin e natës dhe ditës. Pra, ndërrimi i natës dhe ditës që Allahu xhel xhelalu e ka vendosur, edhe në ujin që Allahu zbret nga qielli, duke gjallëruar nëpërmjet tij tokën e shkretuar, edhe në ndërrimin e erave ka shenja për njerëzit që mendojnë. Pra, gjithë këto janë mrekulli që neve e nxisin njeriu që e nxit Allahu njeriu që njeriu të jetë pra të besoj, po të besoj mbi këto fakte dhe këto argumente.